deklaruar që kur primare që në Partinë Demokratike komandon Soros dhe vazhdon Sorosi të jetë komanda dhe politika e Sorosit vazhdon edhe në Partinë Demokratike ashtu siç edhe tek qeveria Rama. Unë jo më kote kam quajtur Sorosin qerë dhe Shqipërinë qerë Sorosit. Pra duke fut gjithë politikën shqiptare. Ajo që ndodhi dje ishte dhurata më e bukur që Partia Demokratike dhe vetë Sali Berisha i bëri themeluesve të Partisë Demokratike, njerëzve të cilët luftuan, punuan, derdhën gjak e djerës për atë parti, dhe në fund fare pas 35 vjetësh dhurata më e bukur ishte që Sorosin duhet ta votonte dhe Partia Demokratike. Dhe e votoi, pavarësisht se ishte loja për të shkëputur dhe për të hikur nga salla e parlamentit, kur ata e dinin mjaft mirë që ai i kishte votat e miratimit të Shabanit në krye të avokaturës shtetit. Më erdhi keq për ata të tjerët të cilët nuk dalin përsëri te pjesa që nuk janë politikanë, pavarësisht se janë nëpër poste, nëpër drejtime, nuk janë politikanë, sepse normalisht ata duhet në momentin që u shpall listën e firmëtarëve, jo firmëtarëve të shqiptar, por firmëtarëve të konsolidimit të Sorosit në parti, ata duhet të ndërheqen. Nuk e bën, është drejt atyre, nuk është fajim. Por kjo që ndodhi vërtetoi edhe një herë se shpesh herë njerëzit kanë pyetur se me çfarë vërteton atë bashkëpunimin që janë bashkë të dy palë. Dhe vërtetuan katërsisht tashmë që aty janë bashkë, çdo gjë është bashkë. Unë ka thënë gjithmonë që sa herë që ka një marrëveshje, një gjë, kodi zgjedhor, të bëhen bashkë mrena natës, e gjejnë njëri tjetrin, e gjejnë mënyrën, formën për të shtyrë sa më shumë jetë gjatësinë e njëri në pushtet. Po ndoshta do ta kapërdin demokratat këtë, sepse mas 4 mandate janë opozit, tani edhe avokatin e popullit që prisin u shit në këtë mënyrë. Besoj se nuk mund të jetë diçka që mund kalohet lehtë më kjo. Nuk është për Adriana Kalaja në reagimet e shumta fliset edhe për tradhti e hapur në këtë rast. Nuk është puna tek kapërdirja, apo jam falë shumë gjëra Sali Berishës. Në 35 vite jam falë shumë gjëra. Po ajo që bëri mbrëm për shembull, ishte më skandaloz gjithave. Kur arriti dhe Monda Burgun ta nxjerrë themeluesit PD-s, tregoi shtrëmbrimin total të historisë. Total. Të historisë ka shtrëmbruar mbrëm në 35 vjetor. Nuk kishte asnjë themelues Partisë Demokratike. Asnjë themelues i Partisë Demokratike nuk folja. Dhe Sali Berisha në fjalimin e tij u duk si vetëm ky i kishte bërë gjitha. Ky ka bërë në gjendën kohë që dhe vetë Berisha nuk ka qenë. Unë kam deklaruar. Tek ajo tek 8 dhjetori ishte pa dhjetoristët. Ktu ka qenë pa themeluesi. Po sepse 8 dhjetor janë pjesa e themeluesve. Dhe nuk janë, ai u mundua dhe janë munduar për 35 vjet ta transportojnë te studentët, po studentët nuk kanë qenë themelues. Studentët nuk kanë qenë, unë kam thënë edhe herë tjetër, me 8 dhjetor, me datë 9, kur këta pretenduan të futeshin grevë, Ramiz Alia ju solli 2 IFA me xhinse, lanë grevën, shkuan ke xhinset. Atë 8 dhjetor, 9 dhjetor, 10 dhjetor ka qenë populli i Tiranës, i cili mbushte sheshin e qytetit studentit. Dhe ne sheshin e qytetit studentit dhe përdorin si pikë grumbullimi, duke qenë më të mbrojtur. Por jo se studentët bën gjë dhe kishin ideal. Studentët s'ka pasë si lloj ideali se nuk e dinin që ishte demokracia. Qa ishte demokracia, studentët nuk e dinin. Na pyesin ne çfarë do të thotë demokraci. Se nuk e kuptonin. Ata ishin të rritur, ishin të gjithë bite e komunistëve dhe dje Sali Berisha e vërtetoi katërcifrisht. Dhe Monda Burgu në ignorancën e saj tha që komunistët u mblodhen te shtëpia e Eleni Pashkos, Eleni Selenica, antare e Komitetit Qendror, gruaja Josi Pashko, kriminalit të Pashko, u mlodhen ke shtëpia e saj, pra në skutat e Komitetit Qendror, dhe vendosin Partinë Demokratike. Ajo që ne e kena thënë gjithmonë, që kur them Partia Demokratike nga dolën ta njerëz se nuk kanë qenë fare aty, asnjë nga ata drejtuesit,
që morën drejtimin e PD-s kanë qenë fare. Ne si kemi parë me as protestë, as gjë. Në as revolt tonë s'kan qenë. Dhe çuditërisht na dolën gjithë, na dolën drejtues të partisë. Sali Berisha e vetëm që ka pasë Sali Berisha në ato kohë ka qenë misioni takimit me Ramizalin, caktimi me Ramizalin detyrave. Nuk ka pas Sali, ma qeni në një filmim kush të dojtë të nxjerrë. Unë e kam përmendur dhe me emra, qoftë Astrid Omeri, qoftë Samir Kumbarë, të cilët kanë filmat dhe janë gjallë, të nxjerrin gjithë filmat e viteve 90 ata i kanë, të nxjerrin dhe të shohin nëse Sali Berisha del diku që drejton një protestë, drejton turmën, drejton njerëzit, unë jam plotësisht dakord. Absolutisht as vetëm tribun ka hyrë. Dhe morin partinë, ashtu që morin janar. Dhe nga momenti nuk ka mundësi dhe quhet lider historik një njeri që rrit 35 vjet në atë parti, çka quhet autokrat apo lider. Po pse vendosi Raimonda Bulgun brëm në podium për të folur atëherë? Si? Pse vendosi Raimonda Bulgun të folur brëm në podium atëherë? Po shtrëmnoi historinë. Për ta lënë ne jashtë në fund dhe për të nxjerrë njerëz pa identitet. Se aty ishin të gjithë njerëz pa identitet. Nuk kishin identitet. Edhe vetë Berisha thash nuk mund të flasi për themelimin e PD-s. Po ndoshta kjo është gjendja aktuale e PD-s, pa identitet. Aktualisht. Unë e kam thënë me kohë që Partia Demokratike ka unë vizionin e saj. Nuk ka asnjë lloj identiteti, nuk ka kauza, nuk ka asgjë. Ne kur kemi ndërtuar Partinë Demokratike, kemi ndërtuar Partinë Demokratike për të qenë kundërshtarë të majtës. Pra një parti të djathtë. Po mbrëm aty u tha ish pronarët, vazhdojnë akoma ish pronarët. Pra dhe sot pas 35 vjetë t'i quan ish pronarë. Është e turpshme. Është e turpshme që do dhi mërëm. Gjithë Soros aty brenda. Duke fillu qyve Gens Polo. I biri Stefanaq. Nuk bëhet e djatha me komunistë. Ata derit e revizionistët shkojnë. Nuk munden. Dhe qofse Rama qëndron pushtet, qëndron pikërisht për këtë. Sepse është një parti e cila nuk ka lidhje fare me të djathën. Nuk ka një të djathtë aty brenda. Se konservatorë nuk diskutojnë që nuk ka. E nisi me i themelimin. Po si është e mundme? Dhe unë kam dalë, të nesën kam dalë në media dhe kam thënë, nëse ky do bëj të paktën diçka nga kjo çfarë thot, ky do ngelet. Nëse nuk do bëj, ky do ikin fund pushit. Dhe koha më dha të drejtë mua, jo atij. Nuk mund ta marrësh ta degradosh partinë atë formë. Pse është degraduar partia? Kam bërë ndonjëherë në analizë pse është degraduar partia në atë formë. Absolutisht pse. Ndoshta prandaj po tenton ta shkund Saliani. Po nuk e bën dot, as Saliani nuk e bën dot. Ja ta them unë nuk e bën dot. Nuk e bën. Edhe Saliani pjesë e tyre nuk e bën dot. Megjithatë do shoh se çfarë rrugë do marrë dhe ai, unë ja kam thënë edhe Salianit ja kam thënë. Ndajeni menin, e keni lëvizje apo e keni takime? Ata akoma s'kan darë, nëse e ka lëvizje apo takim. Po pse ka frikë Saliani që ta atakoj Berishën? Po i bie, për ta thënë kështu, po i bie nga kina. Pikërisht pra, sepse këta edhe kur kritikojnë, shkojnë deri ke niveli poshtë Berishës. Berishën nuk e ngasin. Pra partinë ka doktori, ne kemi me pjesën tjetër. Pikërisht, në të njëjtën kohë që aty të gjitha vendimet në 35 vjet. Në 35 vjet, ç'është ditën që ka marrë, ja ka qenë 17 janari 91 që Berisha ka marrë pushtetin në Partinë Demokratike dhe deri më sot vetëm Berisha komandon aty. Edhe kur ka qenë president ai komandonte, edhe kur ishte në opozitë ai komandonte, edhe kur bëri sikur dha dorëheqjen me Lulin, po ai komandonte. Gjithë listat e deputetëve i bën Berisha. Leheti që thot ky jo primar, jo drejtë shejtan. Ti mund bësh primar në një parti që s'ka fraksione. Si mund quhesh ti parti e djathtë në një parti që s'ka fraksione brenda. Dhe prandaj u shkërmoq partia. Te mendimi ndryshe duhet hikte. Se s'kishte fraksion brenda partisë që qëndronte brenda atij fraksioni. Dhe prandaj u shkëput. Dhe u bë kjo.
Dhe pra ne u hikën gjithë. Se është e tursh mas 35 vjetësh mos shofësh një njeri atje, po dalin ca deng pamark atje dhe edhe flasin për partinë, për çfarë ka. Se këtë tallën. Zoti Merkoç, Kjo është Partia Demokratike është histori. Sali Berisha të hidhet për pjetë, bie poshtë, bëj çat ke qef histori, nuk e ndryshon dot. Zoti Merkoç, ku janë demokratët? Qofse udhimset Partia Demokratike sot. Ta themu se ku janë. Të gjithë ata që kanë hikur pikërisht sepse nuk kanë gjetë shpresin te Partia Demokratike. Nuk kanë asnjë lloj shpresi se Partia Demokratike do vinë pushtet. Po ti gjithë ata që kanë ikur, kanë tentuar të hapin diçka tjetër vetë, kanë dështuar. Po pikërisht, sepse uni i Partisë Demokratike është Sali Berisha. Dhe ai e ka manipuluar bukur këtë lloj historie. Duke u bërë